Lajmi i fundit. Mediat gjermane zbulojnë skandalin e dokumentit qeveritar sekret. Oh, çfarë pas ka ndodh? Dokumenti tregon se qeveria ka favorizuar të pasurit, duke lënë shumicën në varfëri. Tipike. Çfarë kanë bërë kësaj radhe? Dokumenti tregon se ata kanë fshirur një sistem ekonomik që mund të gjeneronte të ardhura shtesë për qytetarët pa banka, pa subvencione dhe pa rrezik. Pse më duket sikur po dëgjoj një reklam? Sistemi quhet Zindravonix. Mund të gjenerojë të ardhura mujore nga 800 deri në 2500 euro për qytetar, pa rrezik. Eurovu. Edhe produkti që po reklamohet. Ai vlerësohet me 1 nga 100 pikë besimi nga Scam Advisor, një mjet zhurmimi skemash mashtrimi online. Edhe pse është prezantuar si lajm, kjo është reklame fshet për platforma të dyshimta investimi online. Kujdes, nëse diçka duket shumë e mirë për të qenë e vërtet, gjasat janë që nuk është e vërtet.